Vasian Lami, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm. Ja dole me trafikun që ka Tirana. Skandal. Ja del gjithmonë. Ty të ka ndodhë çudia më e madhe, do më thënë që se unë nuk e di, ka pension për artistat? Ka. Ja. Ska? Petro Marko thoshte për artistat edhe shkrimtarët nuk ka kur pension. Sepse sa kanë fuqi punojnë. Gjë që ty tani... Jam ke varianti sa kanë fuqi. Po ke shumë, se gjithandeje. Po vrapoj më shumë... Po puno më tepër tani se sa për para. Ma more nga goja më shumë po vrapoj tash se kur kisha trogën, s'po i bëj këtë rol edhe bëja punë tjera, se ti e di që kam bëjë dokumentare, gjëra, filmet, vogle kështu. Kështu që tash jam po vrapoj më shumë mas projekteve. Është një shfaqja në Teatri Metropol, shumë interesant. Fëmijet, po. Është Fëmijet mbledh 3 artistë jashtëzakonshëm që kanë historinë e teatrit shqiptar, e kanë me vete, do më thëmë Vasian Lami, Ulka Mujo, Liza Gjuvani. Po shumë vite të gjithë bashkë. Bëjmë 100 sa vjetë të 3 bashkë. Po, kur jeni ju të 3 dhe thuhet Fëmijët, do të jetë një hall social i madh, do më dhe një dramë sociale e madhe, apo jo? Është, si më thush, vepra është, ka mesazhin e ka shumë të madh. Është mesazh shumë i fuqishëm. Ka të bëj me ndjesin humane të njeriut, se sa është në gjendje të dalë mbi potencialin e vetë shpirtëror. Si që në ndodhë shpesh që bëjmë gabime dhe ky fenomeni se kër i kthehemi pas jetës, sa mund të korrigjojmë me ato. Janë gabime dhe i korrigjon, janë gabime që ti shmangesh, nuk do t'i kujtosh, se ndoshta nuk e shans t'i korrigjosh. Janë dhe edhe gabime që mund t'i korrigjosh, po duan sakrificë të madhe. Do me thënë është raporti i vështirë që kemi me brezin, po mbi gjitha me veten. Me veten e para, dhe pastaj nëse çdo kush nga ne do donte mos kish bërë gabime natyrisht, po nëse ka mundësi të korrigjojnë dhe një gjë, do donte ta korrigjonte. Ndërsa këtu është sakrifica shumë e madhe për të korrigjuar diçka që shkon deri në vetë sakrifikim. Kjo është, për ty e kemi fjallën, koleg. Unë mendova që është për Berishën. Berisha ka thënë 7501 do të korrigjojnë një jetë. Ndërkohë ka dhe tjerë. Që nga traileri kuptohet, ka shumë enik brenda, është një film i shkurtër, do të ftoj ta ndjekim gjithë bashkë. Ti e ke po biletën, e? Unë e kam bërë biletë. Po, pëse i boni vete? Po si stadium e ke po biletë. Kemi printu. Shfaqja ju, Erik Vinje është hera e 4 që vjen në Shqipëri, ka ardhë herën e parë, nëse keni parë Berberin e Seviljes, bëjt fjallë për 2007. Ka qenë, kur erdhi Eriku me atë shfaqje, ishte një bum artistik, në sensin e këndvështrimit regjizorial dhe zgjidhjes që bëri Eriku për të vënë Berberin, zgjodhja dekorin e bardh, sepse nuk e di se si ndodhi që i tregova këto fotografit e Marubit. Unë isha asistent në variantin e parë. Tha, wow, që është kjo, tha, fotografit bardhezi. Dhe dekori me bëri me një telajo të bardh, 9 metra që mbulon dhe gjithë skenë në ekranit, dhe bëri ato perdet, nuk janë ato perdet me të qëndisura me vrima kështu. Ashtu ishte gjithë dekorit. Aje që zgjidhja e parë, pastaj nese, vuri Lucrezia Borgjën, mas 10 vjetës, 2017, Lucrezia është historia 10 e Borgjeve, dhe pastaj në pandemi në 20-ën vuri një pjesë me 2 personazhe, mua dhe Lizën, Mbyllje e dashurisë, dhe kjo është here 4. Po e donte këtë vepër sepse kish pas rast ta vinte në Francë dhe su knaq, ta nuk ngele i knaqur, dhe kam dëshirë ta vej. Është një vepër që kërkon një angazhim shumë të madh aktorial. Janë personazhe, nuk e di ku jemi këtu. Jeni akoma pa ndodhur dramat e mëdha. Ose pas dramave të mëdha që kemi ndaluar. Cili ishte Eriku? Ai përballë Vasianit. Ja njësoj në fakt. Ishte Eriku. Një gjasi vërtet. Eriku është një 2 vjet më i vogël se unë. Ti je frankofon vet?
Po, dhe kjo është lidhja që... është shumë gjeneroz, është njeri me cilin ke knajsit punosh, është unë se nuk e di se si mund njeri asë njëherë mos nervozohet, ose të ngrej zërin. Regjizor. Fantastik, jo nuk naturisht se fjallë. E ke bërë vetë të punë, prandaj pytet. Jo, dera ty jo. Një pyetje ndoshta jo fort artistike, po i leverdis fakti që ka rënë në euro? Ai ndoshta, jo, se këtu paguhet me lek, i intereson. E për intereson. E disi është ai, tha, kur bisedohesh do të ketë një Vasjan, tha, unë dua të vi, se ka kënaqësi të punoj me mua dhe me Lizën e me miq të vjetër. Edhe mua, nëse gjej spacio mundësi për të ardhur, tha, do vi kam kënaqësi të vi dhe trim bashkë. Akoma s'keni fillu me nejtë, sepse keni halë bëni shfaqjen, pastaj me nejtë... Maroj, iku direkt mbas premiere, me 24 ishe premiera, shtatore, e me 25 kishte se është drejtori artistik një teatri në Po, kishte ati aktivitet, që me zi i gjetëm gati asë një muaj, 3 javë. Ne të 3 punuam vetë me tekstin, është dhe variant francez, ta kur punojnë, duhet tekstin ta kishtë mësuar vetë, dhe ne kishim punum goxha gjithë gushtin të 3, po thuaj se kishim përvetësu tekstin, dhe pas të filloj puna në mizansen gati direkt, po bëri një zbërtim që ishte shumë elegant, shumë, se më thoshin dhe thellë, në atë çfarë, në shtrezimin e veprës, dhe unë kemi folë herë tjera, ka bërë një shkrim shumë të bukur për Parim Kabo, ke ditën e shtunë Dita. Profi. Profesori Kabo është i apasionuar, ju e dini që ka bërë libër për teatrin, për impresionet e shfaqjeve, shumë gjëra, dhe ka bërë një zbërtim me zakonisht bukur, ndjeva që ka hulumtuar dhe ke autoria angleze, Lucy Kirkwood, është nga autoret e reja dhe shumë e suksesme. Kjo vepër, në ato leximet e para që pata rast të lumtoj, thoshte që është, The Guardian thoshte është në ndër 3 veprat më të mira të këtij 25 vjeçarit, shekullit 21. Pra është një vepër dhe ka bërë dhe drama tjera shumë të suksesme, por kjo është një temë jashtëzakonisht sensibël, është thash për vetë sakrifikimin, korrigjimi i gabimit deri në vetë sakrifikim. Po pra... S'po ju flasë për subjekte më shumë se ju me të prisni ta shifni, që do më shkjo, që ka pre biletin. Ka bo biletin. Ka bo. Por doa të di... Boj dhe ca bileta më të ditë. Mosha, ka të rinj, që kam parë sytë ju të spektatorët? A ka të rinj që kanë qenë të interesuar për të ardhur? Shfaqjet e para më bëri për shtypje, ishin të rinj, edhe se kjo është një shfaqje e tillë që nuk duhet të shkëputesh për asnjë moment. Nuk duhet shkëputesh, ja të rinjën, të shikot gjitha të rinjën. Nuk duhet shkëputesh sepse të duket një bisede zakonshme, një bisede midis 2 grave fillon, unë hyj pak më vonë, dhe duke qa për thonë këto, janë probleme familjare, sa fëmijë, çfarë bëjnë, tek janë, çfarë është kjo dramë. Dhe brënda t'i ndjen që ka një suspans që biseda bëhet, po diçka ka në të. Dhe ky, si më thush kjo mangësi ose gëboshlëk që të lë dialogu në dukje i thjesht, është ajo suspans që Eriku e ka kërkuar me koshiencë, prandaj donte aktorë që vërtet kishin eksperiencë, kishin përvojë dhe ta përmbanin këtë lloj suspanse të brendshme që shoqëron nga fillimi deri në fund shfaqjes. Dhe prandaj them këtë boshllëk që ti ndjen çfarë po ndodh, se konkretisht nuk duket gjë, ti ajo të merr me vete dhe derisa shkon në zhvillimin e dramës dhe kulminacionin e vet. Kur janë shfaqjet, domethënë fillon nesër, të enjte deri të dielën. Keni dhe të shtunën, për neshja të shtunën. Neshja të shtunën? Për ke javën tjetër. Ke javës tjetër. Kur i ke? Prap të enjte ose të mërkur deri dielën. Nuk shpëtojmë do të më parë. Nuk shpëtojmë do të parë. Jo, unë kur bëra prezantimin ti me sigurisht se ke dëgjuar. Unë jam frekuentues shumë i rregullt i teatrit Metropol, për arsyen sepse më pëlqen skena, më pëlqen, domethënë,
Do shta është e vetëmja skenë që e vë regjizorin në vështirësi krijuese të mëdha dhe kjo her pas here sjell atje gjëra të jashtëzakonshme. Bravo. Por gjëja që më bën përshtypje është se aktor si puna jote dhe jo vetëm, pra aktorët e vërtet të teatrit shqiptar, sa herë i shoh atje bindem që janë shumë më të mirë se sa hera përpara që kam parë. Jeni bo si puna verës, Vasiano. Tum goja. Nuk e di se cila është arsyeja, por për herë më tepër kthehem në një fan si juj, domethënë. Atë keqe, në falenderit shumë. Jo ti personalisht. Falenderit shumë. Vjen keq që e keni zhvilluar nga herë këtu në këtë vend këtë aktivitet, sepse meritonin ndoshta shumë. Si gjithë ne, askush mendoj unë nuk kam marrë atë që meriton dhe juve. Edhe unë ju komplimentoj. Me kam me ty, me Sokolin, me Lizën, me Yllën. Po, falenderit. E marrë dhe shë për brezin. Kjo që the është interesante që ajo skenë të kushtëzon që ti ndërtosh shfaqjen në një formë që s'ka pas kur mundësi ta bësh në Shqipëri, ndoshta jashtë. Sepse spektatori është rrotull skenës. Dhe Eriku s'kishte vënë asnjë shfaqje në këtë formë. Dhe për atë që sfid. Po. Dhe për atë që sfid, po se më pëlqen bile ta vë këtu tha, sepse edhe shfaqja zhvillohet në një dhomë. Është një dhomë, një shtëpi ku nuk ka objekt, shikoni objektet. Është vetëm ai tavolinë dhe dy karige. Po, por janë pjesë e skenografisë. Ajo është skenografia. Mënyra si ju visheni. Vetëm aktorët pinduan apo dhe ne spektatorët mund ta ndesim? Mund, po qëse në këndvështrimin e asaj dhe mund ta pish. Kur e ndez Ylka, Luiza Ylkën, i jepi. Po më qefta si që kemi mësuar. 3 thithje direkt. Vasian, po vazhdoj ato që tha kolegu, se absolutisht ndajt një mendim, ju duam kaq shumë, sa që po mundohemi me thonjë të ju bëjmë një teatr të ri, që tjetë qikë më i madh, si puna ati që kalon, ka edhe me kuzhinë, në një duplex pak. Sa mish jeni kështu të pastër dhe keni thonjë të kena. A tha Vasiani s'dal pension. Unë vjen keq, vjen shumë mirë që me thonjë, po e keq është tash me për higjeni keni i prisni thonjë dhe nuk ju majnë shumë. E zgërmojnë dot kështu, do zgjasi një çik. 10-12 vjet besoj do jesh. Argumentin e thojve? Po. Duhet jemi në punë. Me siguri Eriku do jetë gjallë, do vi prap aty që të vej një pjesë deri atëherë do. Është djaliri, domethënë djaliri. Eriku me zi i vogël se Vasiani është në kulmin e... Por nuk të regon. Po, në kulmin e moshës, po, a i bile pa që këtë vit ka 2 oferta, një nga teatri kombëtar edhe në Korçë, se ishim në festival atje, për t'i kryu dhe Eriku një variacion dhe punuam tavolinën e bëm në Korçë punën tavolinë. Edhe ato e kam ftuar. Që u bë tani? Festivalin e Korçës në shtator, fillim shtatorit. Që ne punën tavolinë e bëm atje. Shu fillon, po, shumë produktiv. Më freskët atje, shumë ngusht. Edhe freskët. Edhe hajt mirë. Korça është bukur, ka atmosferë krijuese. Për Erikun, që pjo? Eriku, më fjallë, kishte edhe Korça e ftoi. Jo, e kam fjallën që pjo vera, por aki mani. A i pi vetëm verë të bardhë. Që ka rëndë. Komplet kipim. Edhe mishin e do me verë të bardhë. Që kam regjizor i njërë. Gëzimi qartë. Ja. Të gëzimi vetë verë të bardhë? Nuk pi më fare, po dikur pi në verë të bardhë. Të falenderoj shumë, Vasian, të shumë suksese. Pra, keni gjithë këtë fundjavë, keni dhe fundjavën tjetën teatrit. Edhe 3 javë tjera. Ishe strada përballë me muzeumin, që për restaurojmë edhe atë. Dhe që mos të bëjmë një spoiler, pra mos të dekonspirojmë, asnjë nga të 3 nuk vdes në fund. Ta themi një gjë, se kanë... Nuk vdesin në skenë. Jo, jashtë skenë e mirë, shqyqyrë zoti. Nuk vdesin në skenë. Mirë, nesër, miru pafshë. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit shumë.